procedurave parlamentare, por edhe të kushtetutës. Kemi shkelur çdo afat duke miratuar një marrëveshje, duke kaluar brenda ditës 3 hallka, pra kërkesa e kryetarit, kërkesa e kryetarit kuvendit, kalimin komision dhe më pas edhe miratimin seancë plenare brenda të njëjtës ditë. Nganjëherë do kisha dashur dhe unë të isha në vendin tuaj që të kisha aq fuqi sa që me fjalët e një pyetje të bëja gjithë këto konstatime. Ju mund thoni pretendime për shkeljen e rregullores, por ju lutem, edhe kushtetuta është shumë e qartë. Kushtetuta e vendit ka parashikuar ligjet për të cilët nuk lejohet procedura e përshpejtuar, por mendoj që interesat e vendit, dhe kur flas për interesat e vendit janë edhe interesat e sigurisë kombëtare, në kushtet e një bote të trazuar, për herë të parë në Europë, që nga lufta e dytë botërore ka një luftë. Mendoj që interesi kombëtar është i tillë që një marrëveshje që forcon kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë, për të cilat ne synojmë që në shtator të fillojnë lëvrimet e para të gjithçka që na duhet për të forcuar mbrojtjen tonë, për të respektuar dhe elementet e sekretit, pra për cilën kemi pasur gjitha diskutim. Ka qenë e nevojshme që të gjitha institucionet e përfshira në shqyrtimin e saj, gjej rastin të përgëzoj qeverinë shqiptare, kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e mbrojtjes, të gjitha ata të përfshirë në negocimin e kësaj marrëveshje, janë $302 milion. Nëse do të bënim një bilans historik të 35 viteve, të paktën të 35 vite, në 104 vite marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është edhe mbështetja më e madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japi Shqipërisë. Prandaj, qoftë qeveria, qoftë kuvendi, edhe presidenti i Republikës treguan seriozitet maksimal në shqyrtimin me një procedurë të përshpejtuar. E rëndësishme është që në marrëdhënien tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pas gjithmonë një marrëdhënie të fortë dhe mbi të gjitha për të qenë e qartë për gjithë publikun, arsye pse kuvendi ndoqi këtë procedurë përshpejtuar është pikërisht se instrumentet e buxhetit nuk ndryshojnë shumë edhe në Shqipëri, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse do ta humnim këtë javë, do të hynim pastaj në një situatë të vështirë për sesionet jashtëzakonshme kuvendore dhe gjithçka tjetër, dhe do të na vijë ndyshim fillimi përfitimit të transhës parë të mbështetjes që në ditët e para të shtatorit. Prandaj, nëse prisni 4 ditë zoti Balla, për shkak se të premten përmbushni gjithë kornizën ligjore. Jo, nuk përmbushej të premten. Se ju Gjoni, jo, po nuk përmbushin, ju lutem. Kush ju ka thënë këtë? U ka thënë gabim? Kur është miratuar si marrëveshje zoti Balla dhe nuk kur ka është dërguar për miratim? Unë jam i bindur se kemi bërë gjën e duhur. Fakti që edhe institucioni i tretë i përfshirë në proces, presidenti i Republikës, i cili si komandant i përgjithshëm i forcave armatosura ka ndjekur nga afër negociatën për këtë marrëveshje, dëshmon se institucionet shqiptare janë krye detyrës, nuk merren me ankesa të vogla procedurale. Megjithatë, duhet kuptoni një gjë. Arsyeja pse Partia Demokratike bojkotoi sot seancën e votimit të kësaj marrëveshje nuk ka të bëjë fare me procedurat. Janë e njëjta parti politike që bojkotuan edhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Janë e njëjta parti politike që bojkoton sot votimin në kuvend të kësaj marrëveshje historike. Nuk hezitoj ta quaj marrëveshje historike, sepse është e rëndësishme, aq sa mund më lejohet, për shkak të disponimit edhe të Qytetarët të Sigurisë edhe të firmosjes deklaratës së konfidencialitetit, mund t'ju them që është një marrëveshje që forcon kapacitetet e sigurisë Shqipërisë. Për ne, për këtë mazhorancë,
siguria e çdo qytetarit të Shqipërisë, siguria e Shqipërisë si një vend antar i NATO-s është më e rëndësishme se çdo aspekt tjetër. Zoti Balla, duke qenë se nuk qenë ka e premtja afati që përmbushet, pse nga qershori zgjodhet pikërisht një seancë jashtë sesionit për ta miratuar? Nuk ishte kohë mjaftueshme nga qershori deri tani dhe përqindja e kësaj huaje sa është? Sepse marrëveshja është miratuar në qeveri ditën e premte dhe Kuvendi e votoi sot dhe po sot marrëveshja me njoftimin që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të fillojë disbursimi. Sa i përket pjesës që përqindjes interesit, është pjesë e vlerësimit konfidencial, e cila është kërkuar është dakordsuar nga dy palët dhe nuk mund ta bëjë edhe publike. Për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë. Që do thotë më shumë siguri për Shqipërinë në kushtet e një bote dhe në kushtet e një vendi antar të NATO-s, i cili merr përgjegjësi gjithashtu në pjesën që i takon Shqipërisë dhe në përmbushjen e nevojave që ka Shqipëria dhe NATO për një pjesë saktuar të mbrojtjes. Me këtë seancë çfarë po ndodh me reformën territoriale? Do të shkojë Partia Socialiste me një propozim për ndryshimin e ligjit e vet të qeverisjes vendore, pasi deri më tani nuk shohim dakordsinë Komisionin e Reformës mes dy bashkëkryetarëve. Para është që reforma administrative territoriale ka ecur si pas të gjitha parashikimeve tona, nuk kam pasur asnjë dyshim në tetor kur është votuar që Partia Demokratike do të ishte në fund të këtij procesi e përfshirë, është vendimarrja e tyre, megjithatë Kuvendi do të jetë i përfshirë. Ne në raportin që ju e dispononi tani më, të bërë publik nga bashkëkryetari i Komisionit Zoti Mazniku, kemi identifikuar disa propozime, të cilat nuk janë vetëm thjesht dhe vetëm ndarje e re administrative territoriale. Në sesionin tjetër do të përveç kësaj pjese do të keni edhe propozime që lidhen me përmirësimin e shërbimeve. Fokusi është që të garantojmë që çdo shtetasi të Shqipërisë, pavarësisht se jeton në qendër të Tiranës apo në fshatin më të thellë të Shqipërisë, të kemi infrastrukturë arsimore të mirë, infrastrukturë shëndetësore të mirë, infrastrukturë rrugore të mirë, shërbime. Jo pa qëllim kemi investuar përmes e-Albanias përmirësimin e shërbimeve dhe ofrimin e shërbimeve online, po këto shërbime online duhet ofrohen në mënyrë të tillë që edhe moshat e treta apo të tjerë që nuk aksesojnë dot të shërbimet të kenë zyrat e posaçme në çdo fshat, në çdo qendër komune, në mënyrë që ne të kemi flas për zonat rurale, në mënyrë që të garantojmë këto shërbime. Kështu që për të qenë korrekt me përgjigjen e pyetjes tuaj, padyshim që grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por në rastin fjalë duhet ta ndajmë, do të jemi deputetët tanë në Komisionin e Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale, pas përfundimit mandatit të komisionit, pas paraqitjes raportit përfundimtar në Kuvend, tani do të vim edhe propozime. Do e depozitoni brenda këtij sesioni, pra deri të premten që është 31 korriku për të fituar edhe këtë hapësirën kohore, zoti Balla, 60 ditë. Nuk është pjesa e fitimit të hapësirës, padyshim që kolegët tanë të Komisionit Posaçëm vazhdojnë punën edhe në këtë moment që flasim bashkë dhe besoj që do ta konkretizojmë. Do të qëndroni kërkesës për ndalje në rajone? Tani, të lutem, unë dua që për këtë çështje të flasin ata të parët, ata që kanë bërë punën për muaj me radhë. Kështu që për gjitha këto do keni mundësi në ditën të vijim. Ne nuk po ikim me pushime, jemi këtu. Zoti Balla, kjo ishte seanca e fundit apo do të kemi të një seancë tjetër? Nëse padyshim kjo është kompetencë e kryetarit të Kuvendit, i cili vlerëson nëse ka çështje ose materiale gati nga puna e komisionit, mos harroni asnjëherë që komisionet prodhojnë shqyrtimin e ligjeve, çojnë raportet dhe kryetari i Kuvendit vendos që të ketë apo jo. E vërteta është që ky sesion mbyllet të premten. Po. Shihemi të Faleminderit gjithëve.